Ndryshimet klimatike, a është i frikshëm paksimi i bletëve, përdorimi i gjerë i pesticideve, por edhe ndryshime drastike mjedis, janë ndër ndoshta shkaktarët kryesorë të zhdukjes bletëve të vërejtura në 15 vitet e fundit. Fenomeni është regjistruar kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në shumë vende të tjera të botës. Shkencëtarët theksojnë megjithatë se ka edhe një rënje të popullatave të bletëve të egra dhe greshtave të cilat thjesht nuk mund të regjistrohen me statistika specifike. Rënja drastike e popullatës bletëve është shumë shqetësuese pasi është një shenjë rreziku për të gjithë zinxhirin ushqimor. Këto insekte janë pjalmuesit kryesor në një bimësh, frutat e cilave arrin në tryezën tonë, por ndihmojnë edhe në shumimin e bimëve që janë ushqim për kafshët. Një rezolut e OKB-s theksoi nevojën urgjente për të mbrojtur bletët pasi ato janë të lidhura drejt për drejt me mbijetesën e një pjesë të madhe të popullsisë njerëzore. Pa bletë, ushqimi i disponueshëm do të reduktohet në mënyrë dramatike sa i përket sasisë. Vështirësia në plenim do të sjellë më pak fruta, por edhe shumë llojshmëri. Misri, orizi, gruri janë ndër të paktat kultura që nuk ka nevojë për insekte si pjalmues për t'u shumuar. Por për shembull, pemët e mollës, luleshtrydhes dhe bajames ka nevojë që bletët të prekin lulet e tyre në mënyrë që të transferojnë polenin tek bima tjetër dhe kështu të bashkohen dhe të prodhojnë fruta. 71 nga 100 kulturat më të rëndësishme në botë për prodhimin e ushqimit pjalmohen nga bletët.